Qytetarja me inicialet OSH studente në vitin e parë të programit teknolog bujësor pranë Universitetit Bujësor të Tiranës, për shkak të problemeve shëndetësore, nuk arriti të ndjek vitin akademik 2023-2024. Me nisjen e vitit të ri akademik, megjithëse kishte statusin e një studenteje me aftësitë kufizuara, kërkesa e saj për bursë u refuzua për shkak të përsëritjes së vitit. Pasi nuk mori përgjigje nga institucioni, qytetarja ju drejtua platformës së bashkëqeverisjes për të gjetur zgjidhje. Si rezultat, Universiteti Bujësor i Tiranës rishqyrtoi rastin dhe me vendim të bordit të administrimit e përfshiu në listën e përfituesve të bursës financiare dhe të përjashtimit të plot nga tarifa e shkollimit për vitin 2024-2025. Pa ndërhyrjes së platformës Shqipëria.al, qytetarja përfitoi bursë prej 90.000 lekësh dhe përjashtim nga tarifa në vlerën 89.000 lekë.